Dëgjojeni pak këtë video të publikuar nga vetë partia Kap Mundësin. A nuk e që shumë e tepër Dorëheqja. Nëse ne ja dalim me këtë protestë, jo vetëm ikën Edi Rama. Po e the bukur Duhet i thrasë. Është në dorën tonë, ti nuk e kupton. Është në dorën tonë, ai do iki. E ditit se kjo protestë pati sukses apo jo? Sepse është spontane, sepse nuk ka një dorë nga pas që ka eksperiencë dhe e përdor. Kjo është mundësia për ne për treguar. Nuk ka një dorë që e përdor, jo. Janë 100 duar që po e përdorin këtë protestë, dhe ndër duart më të zellshme janë duart e tua, Agron. Këtë protest e ke përdorur, e ke shtrydhur, e ke xhiruar për interesin tënd, sa edhe në kohë pushate, kur të duheshin votat për atë mandat që ke sot, Agron, nuk e ke përdorur politikën kaq shumë sa po përdor këtë protest sot. Ndaje mendjen tani, ose e sillu si qytetar në protest dhe lëre protagonizmin, sepse zgjedhjet janë në vitin 2029 dhe do kesh kohë për të bërë fushat, ose sillu si kryetari i partisë, merr mbështetësit e tu, dil në protest, por mos na shit njërin për tjetrën.